Një 43 vjeçar shqiptar I cili tentoi t'i vinte flakën bashkëshortes së tij ka dalë para drejtësisë italiane. Ai është përballur me akuzën e tentativës së vrasjes dhe gjykata vendosi që ai të vijojë të qëndrojë në burg për shkak të rrezikshmërisë së veprës. Mediat italiane shkruajnë se kur karabinierët mbritën në vendngjarje, ata gjetën gruan me rrobat e saj të njohura me benzinë. Nëse nuk ndodhi një tragjedi, ishte kryesisht fal djalit 15 vjeçar të çiftit I cili me reflekse të shpejta arriti t'i rrëmbente çakmakun nga dorat e atit dhe ta fshihte ndërsa vajza, po ashtu e mitur, e ndaloi dhe e shtyu nga dera. Ishte thjesht një shaka, isha I dehur. Ne gjithmonë ziheshim sepse ajo më qortonte kur pija. U përpoq të minimizonte episodin 43 vjeçari shqiptar, I cili prej vitesh jeton me gruan dhe fëmijët në një qytet të vogël në pjesën jugore të provincës së Venecias. Gruaja kishte vendosur të shkonte te karabinierët për të treguar për sjelljen e përsëritur ngacmuese dhe të dhunshme të burrit, të cilin nuk ishte pasur kur guximin ta denonconte në 20 vite martesë. Ditën e ngjarjes, 43 vjeçari shkoi në garazh për të marrë kanaçen me benzinë dhe filloi të derdhte pak në dyshemen e kuzhinës. Më pas ai nuk donte t'i fshihte qëllimet e tij. Vishni xhaketën dhe bëuni gati për të dalë sepse kur mami kthehet, do I vë zjarrin shtëpisë dhe asaj gjithashtu, u tha fëmijëve të tij. Kur gruaja u kthye, burri I saj bëri pikërisht këtë. Fillimisht e goditi, pastaj I hodhi lëngun dhe mori çakmakun gati për ta ndezur zjarrin. Fatmirësisht, plani nuk u realizua sepse 2 fëmijët vepruan për të shpëtuar nënën e tyre, e cila më pas thirri qendrën operative të karabinierëve. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. I uftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.